Është një përjetim shumë emocional, është kënaqësi të shish shqiptarët e bashkuar kështu. Dhe është Zoti që t'jemi edhe më të bashkuar, pa ndamje politike, pa ndamje partije, pa ndamje feje, pa një kënd t'jemi. Edhe t'jemi sa më të bashkuar, sa më të fort t'jemi, domethënë, se bashkimi jo na i bëhem edhe më të fort. Këtë forcë, domethënë, e ka frikë këtë rajoni ka. Ma mërmene që shqiptarët më bo bashkë një herë për gjithmonë, kishte qenë shumë bukur këtë domethënë, edhe kishte shumë aspekte emocionale, ekonomike, biznisore, gjitha ato. Na jemi të plot besueshëm që ata do të lirohen shpejti, ma mërmenja, pse se s'kan drejt t'i akuzojnë pa baza, domethënë. Ajo ushtria çlirimtare ka luftuar për me çliru vendin. Ata nuk kanë bë masakra civile që kanë bë serbt. Kjo është një barazpeshimi i politikave të cilat i ndjekun qarqet të caktuara, domethënë, ato mundohen t'i barazbeshojnë gjelatin e Ballkanit, Serbin me ushtrisë çlirimtare, por ushtria çlirimtare ka çliruar vendin, i ka mbrojtur civilt, ka luftuar për lirinë e vendit dhe të Kosovës, domethënë. Kjo është krenaria gjithkombëtare, se dhe zoni mu ka shterra, pse s'po mund as me fol të bërtit, Kjo është një ndjenjë, një emocion, një kënaqësi, i falenderoj gjithë ata që e kanë organizuar